Ngjarja e rëndë që tronditi Shqipërinë, ku gjyqtari Kalaja u vra brenda në sallën e gjyqit, ka shkaktuar reagime të shumta. Ndër personazhet publik që janë prekur nga kjo ngjarje është edhe prezantuesja e njohur Orinda Huta, e cila ka ndarë për herë të parë një provojë shumë personale lidhur me drejtësinë. Në një postim emocional në Instagram, Orinda shkroi se ndjen tronditje jo vetëm për aktin në vetvete, por edhe për mënyrën si njerëzit e kanë pritur. Vrasja e tmeshme e gjyqtarit është kamban alarmi jo vetëm për ngjarjen, por edhe për reagimet e njerëzve më pas. Nuk e besoj dot që njerëzit duar trokasin një veprim kafshëror, shkruan Orinda. Ajo rrëfen se është vetë pjesë e një procesi gjyqësor që po zgjat prej 15 vitesh, pa gjetur ende zgjidhje. Zoti e di sa do zgjas, sa akoma s'ka kaluar në shkallë të parë, i me ende me shtetin, por janë tokat e mamas time dhe do i marr njësoj siç i takojnë të gjithë pjesëtarëve, tregon prezantuesja. Në vijim Orinda zbulon se gjatë këtyre viteve ka marrë edhe kërcënime. Në këto vite ka marrë shpesh kërcënime nga të ashtu quajturit daja, pse po kërkoja të drejtën e familjes time. Megjithatë, ajo e bën të qartë se pavarësisht frustrimit që sjellin proceset e pafundme gjyqësore, dhuna nuk mund të jetë kurrë përgjigje. E njoh mirë frustrimin e proceseve të gjata pafund, por që të biesh dakord me krimin e ta vlerësosh, ky është fundi. Përfundon Orinda me tone të forta reflektimi, një reagim që tregon jo vetëm ndjeshmërinë e saj ndaj një ngjarje tronditse, por edhe forcën e një gruaje që ka kaluar vetë përmes sfidave të sistemit të drejtësisë.